Njëkohësisht, namazi ka atë rëndësi nga se është edhe miraj i besimtarit. Miraj do të thotë ngritja e besimtarit, ngritje shpirtërore e besimtarit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Miraj ka qenë edhe me trup, edhe me shpirt edhe me trup. Ndërsa për besimtarin është ngritje shpirtërore. Lidhet besimtari, shpirti i besimtarit edhe me krijesat e qiellit. Domethënë edhe me melaqet. Edhe ndjen një farë kënaqësie, nga se të gjithë ne e dim se namazi është edhe lidhje midis robit, midis njeriut dhe Allahut fuqiplot. Sa i përket asaj, se është edhe miraj i besimtarit, ju të gjithë e dini se namazi është bë obligim në miraj. Në miraj është bë namazi obligim. Pra kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shku në vizitë të qiejve, Allahu Zëleshanuhu në Sidratul Muntaha për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka qenë vend, ndërsa për Allahun jo. Allahu është krijuesi i vendit dhe i kohës. Pra Allahu Zëleshanuhu ja obligon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam namazin, po ashtu edhe besimtarëve. Këtë e vërteton një hadith që e transmeton Imam Ahmedi, Nesaiu, Tirmidhiu dhe thotë se është hadith sahih. Thot furidatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lejlata usriya bihi 50. Ja është bën fars Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kuptohet edhe ummetit të tij, namazi 50 kohë në Miraj, në Isra faktikisht. Pastaj thot, gradualisht, duke bërë lëshim Allahu Zëleshanuhu, ndërsa lëshimin ju të gjithë e dini, ka ardhur si rezultati një bisede që e ka bë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me Hazreti Musa. Tregohet se Allahu Zëleshanuhu ja ka bë obligim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam 50 kohë namaz për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për ummetin e tij, dhe është nis pejgamberi alayhis salam. Kur mbrin me një kat prej katave të qiejve, i del para Hazreti Musa dhe thot, ato obligoj Allahu Zëleshanuhu me diçka? Thot po. Me çka? Me namaz. Sa namaz? 50. Thot, ktheu në atë vendin përsëri dhe lutë Allahun se Zëleshanuhu, sepse unë kam përvojë me popullin tim. Jam sprovu, kërkoj lëshim Allahu Zëleshanuhu. Të bëj lëshim. E kështu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam disa herë ka shku prej këtij vendit deri në Sidratul Muntaha, edhe derisa Allahu Zëleshanuhu në fund i ka thënë, i ke 50 kohë, i ke 5 kohë namaz, por çdo kohë namaz ka 10 sevape, përsëri sevapat një lloj sikur me i pas 50. Pra çdo namaz ka 10 sevape. 5 kohë, 50. Domethënë sevape. Pastaj thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma nuqisat, pastaj Allahu Zëleshanuhu kuptohet bëri lëshim derisa erdhi deri në 5 dhe pastaj thiri një za, u dëgju një za, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndryshim te fjala ime. Pra nëse Allahu Zëleshanuhu diçka e thot, nuk ndryshon prej asaj fjale, nuk e then besen Allahu Zëleshanuhu. Pra dije se për ato 5 kohë namaz, unë ti të shpërblej dhe umetin të në kuptohet 50 kohë, 50 sevape. Pra do më thëmë për çdo kohë ka 5 sevape, ka 10 sevape.